Një aksident I rënd ndodhi në aksin Tiranë-Durrës ku një autobus I linjës Berat-Tiranë doli nga rruga dhe u përmbys duke shkaktuar humbjen e jetës të drejtuesit të mjetit si dhe plagosin e 12 pasagjerëve. Siç shihet edhe nga pamjet, përplasja ka qenë aq e fortë sa ndarëset metalike të rrugës kanë depërtuar brenda mjetit. Rreth orës 15:00 është marrë njoftim për një ngjarje shumë të rëndërgore. Ky një autobus I linjës Berat-Tiranë dhe Nasildas ka dalë nga rruga në vendin ku jemi. Për arsye deri diku të paqarta deri në këto momente, por paraprakisht konfirmohet se mjeti nuk ka pas kontakt me mjet tjetër, por që rezulton që ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga. Ndërsa kreu I urgjencës së traumës ka dhënë detaje për gjendjen e të lënduarve, mes të cilëve edhe 2 të mitur, njëri prej tyre në gjendje të rëndë. Përveç këtyre 12 personave, ka ardhur një person rreth 40 vjeç dhe ka mbërritur në spital pa shenja jete. Aktualisht në spital duke marrë trajtim intensiv janë 2 të mitur, një I moshës rreth 8 vjeç, 9 vjeç në gjendje të rëndë shëndetësore, një tjetër I mitur rreth moshës 14 vjeç ndodhet në repartin e observimit, 5 pacientë po I nënshtrohen ndërhyrjeve kirurgjikale. 2 prej pacientëve që po I nënshtrohen ndërhyrjeve kirurgjikale janë shtetas të huaj, identiteti dhe shtetësia të cilëve nuk janë konfirmuar ende. Ata ndodhen faktikisht në gjendje të rëndë shëndetësore. Menjëherë pas aksidentit, policia e shtetit ka ngritur një grup hetimor për të zbardhur rrethanat e ngjarjes së rëndë ku dyshim paraprakësh humbje kontrollit të mjetit nga ana e shoferit si pasojë e infarktit në zemër.